i cili ka patur mision shkatrimin e këtij kombi. Ka patur si mision dhe ka shkatrimin e këtij kombi. Edi Rama përbën ndofta antishqiptarin më të zi të historisë. Siç e kanë quajtur me shumë të drejtë analistë ndër më të mëdhenj të kohës, gjermanet tjerë pashigji shqiptar. Këtë gjëm që i bëri Shqipërisë me politikat e tij e shoqëroi me thikat të tmerrshme pas shpinën e Kosovës. Një vend vlla Gjaku, një vend që u bëj pavarur sepse qëndroi i pamposhtur nga pushtuesit më të egër. Pas ardhjes tij në pushtet, përballet me një presion të egër midis Tiranës dhe Beogradit. Në fakt, jo vetëm që ndaloi procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit, por mori anën e Beogradit, vuri sanksione Kosovës i pari. Vuri sanksione Kosovës me urdhër antishqiptar. Pra, kjo që psoi Shqipëria dhe shqiptarët me Edi Ramën është e pashembull në tërë historinë. Unë e kam përjetuar diktaturën komuniste dhe unë e di se 10 mijëra shqiptarë u ekzekutuan për fjalën e lirë, për mendimin e lirë, për dinjitetin njerëzor. 10 mijëra të tjerë u internuan, u dëbuan, një popull i tërë ranë varfëri dhe në mjerim. Por kur, ky popull nuk ka humbur në 10 vite 45% të materjes tij, siç kemi humbur në këtë periudhë. U ndala në këtë analizë për të thënë se në këtë regjim, në këtë diktaturë të dytë, arsimi ka qenë dhe viktima më tragjike e tij. Mësuesit u degraduan, u zëvendësuan me patronazhist. Rrogat e tyre në vend se të ndiqnin trendin, sot nuk kanë të kompensuar as gjysmën e inflacionit 12 vjeçar. Një shkollë drejtorash si shkollë partie, një portal që quhet Mësues për Partinë, të gjitha këto së bashku sollën rrokullimin e madhe të sistemit jetik më të rëndësishëm për një kombë në rrugën e tij drejt përparimit, drejt progresit. Në këto kushte, ju jeni dëshmitar që ne kemi shpallur moton ton Shqipëria madhështore. Dhe unë garantoj se cilin për jush
se kjo moto, sa do që mund të tingëlloj si e largët, mund të tingëlloj si jo realiste, por u jap ju fjalën dhe u garantoj se Shqipëria madhështore do të jetë një realitet shumë më i afërt nga ai që mendoni ju. Shqipëria madhështore